Mirdita është rënditur nga një ekzekutim mafioz mëngjesin e kësaj të hëne, ku në fshatin Shkorret, një 45 vjeçar është qelluar me breshëri automatiku në makinën me të cilën udhtonte përgjatë segmentit rrugor Rep-Spaç. Viktim ka mbetur Valter Leshi me origjinë nga Fani, por me banim në qytetin e Rrëshenit. Sipas të dhënave paraprake, ai është gjetur pa shenja jetën në një automjet tip Toyota. Viktima është qelluar me breshëri automatiku teksa po shkonte në punë, duke pësuar dëmtime të shumta që i kanë shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në ngjarje janë gjetur 18 gëzhoja. Viktima ishte punonjës i kompanisë së Bazaltit në minierën e Spaçit. Ai u vra rrugës teksa po shkonte në punë, ndërsa trupi pa jetë u gjet nga kolegu i tij që po vinte pas me një tjetër automjet. Në muajin mars të këtij viti, makineristë të tonazhit të rënd të kompanisë që Leshi e drejtonte ju vendos Tritol, por që nuk arriti të shpërthente. 45 vjeçari Valter Leshi dyshohet se është ekzekutuar për motive hakmarrje. Burime jo zyrtare pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ai njihej për lidhjet e tij miqësore me fisin Reqi në Rrëshen. Një nga pista që po hetohet është edhe një dyshim i hershëm për përfshirjen e Valter Leshit në vrasjen e Anton Kelit në qytetin e Rrëshenit. Anton Keli rezulton të keq qenë i afërm i Armando Gjinit. Megjithatë, burime nga policia sqarojnë se deri më tani Valter Leshi nuk ka qenë i hetuar dhe as i skeduar si i dyshuar për vrasjen e Anton Kelit. Policia po punon për zbardhjen e ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve, por realizimi i vrasjes në një zonë të thellë malore ku nuk ka as kamera sigurie e vështirëson punën e policisë për gjetjen e autorëve.